Në zgjedhjet për kuvendin ku gjithçka duhet të ishte një garë ndershme për të sjellë në pushtet emra të nderuar, një ish prokuror me një të shkuar të errët është drejt rrugës për të siguruar një ulse në parlament. Ky individ është Arjan Doja, i cili nuk është vetëm i votuari nga lista e hapur e Partisë Demokratike në qarkun Durrës me 4.835 vota, por ka një biografi që me siguri do të bëjë historinë për shumë kohë. Arjan Doja është ish prokuror dhe për më tepër është ish prokurori që u shkarkua nga procesi i vettingut për çfarë tjetër mund të thuash, kontakte me emra të krimit organizuar. Tashmë ky ish prokuror me të shkuar të errët do të ulet në karrigën e kuvendit të Shqipërisë si deputet i qarkut Durrës nën siglën e Partisë Demokratike. Doja është prokurori që shpëtoi mrekullisht nga një atentat ku e mori me vete vetëm shoferin e tij Andi Maloku, që nuk pati po aq fat. Historia e atentatit është mjaft kurioze dhe ka ngritur shumë pyetje përfshirë një tjetër person, Aleksandr Laho, i njohur ndryshe si Rumi, i cili ishte gjithashtu në makinë në atë moment, por që historia e tij u duk se shkonte përtej çdo dyshimi të vogël. Kur KPK vlerësoi se Doja kishte shoqëri të dyshimt dhe se persona që ndodheshin pranë tij kishin lidhje për aktivitete kriminale, kjo thjesht e bëri gjën më të qartë. Doja e kishte humbur betejën e tij me sistemin, por vetëm për 2 kritere: aftësitë profesionale dhe figura e tij që nuk ishte në nivel. Të gjitha ato dyshime për të kaluarën e tij tani janë pjesë e një komedie të madhe politike që pritet të serviret së shpejti në kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Siç ndodh shpesh në Shqipëri, vendimet e institucioneve të drejtësisë shpesh janë më të zbeta se një postim në Facebook i një VIP të famshëm. Kjo është arsyeja pse pas gjithë këtyre proceseve, Arjan Doja mund të jetë më i votuari për Partinë Demokratike në Durrës dhe që mund të sigurojë një mandat në kuvendin e Shqipërisë. Për më tepër, komisioni i posaçëm i apelimit vendosi që Doja ndalohet për të mbajtur funksione në sistemin e drejtësisë për një periudhë 15 vjeçare, edhe pse kjo mund të tingëllojë si një sankcion i rënd. Në Shqipëri është më shumë një pushim nga profesioni, por i siguron një jetë prej deputeti. Doja do të mbetet në kujtesën e shoqërisë si një simbol i gjykatave që gjithmonë janë temë të diskutueshme, si dhe një personazh që përpiqet të dalë nga errësira e vettingut për të bërë karrierë në politikë. Kjo është një histori që duket sikur vjen nga një film me shumë ngjyra, por jo, është realiteti i Shqipërisë në këto ditë të nxehta të atmosferës së zgjedhjeve parlamentare. Dhe në këtë realitet, për të patur një vend të sigurt në kuvend, mund të mos kërkosh një figurë të pastër. Ndërkohë, ajo që kërkohet është një ish prokuror, një person me lidhje të errta që nuk ka frikë as vettingun, as çdo tjetër pengesë, por bëhet gati për rrugën drejt kuvendit të Shqipërisë. Po, do të jetë një sukses nëse arrin të bëhet një deputet në këtë sistem, i cili padyshim do të përballet me çdo gjë për të mbajtur pushtetin, përfshirë çdo figurë të errët që është pjesë e tij. Dhe kështu kur Parlamenti i Shqipërisë të mbledh të gjithë këta emra që duan të bëjnë ndryshimin, mund të jetë se ndryshimi nuk vjen vetëm nga të rinjtë e pastër, por edhe nga ata që kanë një të kaluar të pasur me histori të errët. Fundja, ky është realiteti i politikës shqiptare, i shkarkuar nga vettingu, nga ish prokuror në jetën prej deputeti.